Mirë se vini në Tradecast Albania, kanali numër 1 për tregje financiare. Ne bëjmë analizë njërë në javë fundamentale, teknikale për gjithë tregjet kryesore. Përfshim këtu aksionet, stocks në gjuhën anglisht, ke kripton, kemi madhrat, metalet, dollarin dhe shumë gjëra të tjera që ne mulojmë në emisionin ton javor. Kjo javë ka qenë shumë e rëndësishme për tregje financiare. Kemi pasur 3 lajme kryesore që unë i kam pasur si kyç, por kemi pasur dhe shumë gjëra të tjera që kanë dalur. Këtë javë kemi pasur normat e interesit për Bankën Qendrore Japoneze të premten, por gjithashtu dhe për Britaninë ose Bankën Qendrore Angleze. Kemi pasur edhe Bankën Qendrore Europiane që ka nxjerrë normat e interesit të reja. Kemi pasur dhe lajm inflacioni dhe papunësie në Amerikë. Kështu që kemi pasur shumë gjëra kryesore ekonomike që unë do t'i muloj gjatë segmentit të parë. Segmenti i dytë ndihet për tregun e aksioneve, analizë teknikale dhe e përgjithshme për këtë treg, kripto dhe pastaj madhrat, përfshim këtu dhe floririn dhe argjendjen, metalet kryesore që kanë ecur jashtëzakonisht mirë, por për mendimin tim mund të jenë gati për një ndalesë. Fillojmë direkt me analizat fundamentale. Okej, këtu keni një grafik të performancës të tregut aksioneve javën e kaluar. Ka qenë shumë negativ të 500 kompanit kryesore. Në përgjithësi java ka qenë pak me volatilitet, paqëndrueshmëri për Tesla, një nga pozicionet që ne kemi hapur te Discordit, te komiteti im privat premium për tregtar që kanë dëshirë që të bëjnë swing trading. Kemi qenë në këtë pozicion dhe ka ecur shumë mirë. Të tjerat kanë qenë me pikpyetje, por ne kemi mbledh palantirin. Në përgjithësi tregu ka qenë mix, disa plus, disa minus. Këto të mëdhajat kanë qenë pak minus, sepse fillimi i javës ishte me probleme me ngjarjet ekonomike. Padëm në fillim të javës kemi pasur tanën nuk padëm asnjë lajm të rëndësishëm për mendimin tim që unë e shikoja si të rëndësishëm, por të martëm në SBA patëm daljen e lajmit për non-farm payrolls, por gjithashtu dhe papunësia. Papunësia doli pak më lart dhe kjo mund të jetë një shenjë ose një shtys për tregun amerikan që të bëjë ca modifikime të normave të interesit, që të liroj kapital për bizneset dhe të shty pak, të ndihmoj pak tregun e punësimit në mandatin ose në përqendrimin e Jerome Powell dhe Bankës Qendrore Amerikane. Kemi parë këtë ndryshim që në dhjetor të vitit kaluar, kur filluan të ulshin normat e interesit ose të ndryshonte ku përqendrohej energjia e Bankës Qendrore Amerikane. Dhe ja ku kemi tani rritjen e papunësisë, por nuk është në një nivel të jashtëzakonshëm, një nivel shumë të lartë, është thjesht një rritje për situatën që ka tregu amerikan në këtë moment. Të patëm dhe inflacionin pak më të ulët në Britani. Kjo e ka dhënë një shtyrje Bankës Qendrore Angleze, BOE, një arsye që të ulin normat e interesit ose të paktën të mbajnë në këtë nivel. Për mendimin tim po duket si një moment që Banka Qendrore Angleze do filloj që të uli gradualisht normat e interesit. I kemi tani 3.7%, është pak a shumë përqindje e ulët për mendimin tim. Mund të shkojë deri te 3% është jashtëzakonisht e ulët për kapital, po që doni të hapni biznese ose të investoni, të bleni ndonjë pronë
kapital shumë i lirë për të marrë, për mendimin tim. Ka dhe më lirë, kuptohet si banka qendrore japoneze. Të njëjtën ndodhen dhe lajmet e inflacionit. Këtu ishte surpriza e javës, këtu ishte ringjallja e tregut, sepse patëm një surprizë pozitive. Inflacioni doli 2.7%, vit mas viti parashikohet të ishte 3.1. Kjo është e mirë dhe jashtëzakonisht e mirë sepse kemi pasur impaktin e tarifave, edhe prishin që tarifat të kishin një impakt negativ për inflacionin do dilë më i lartë. Jerome Powell ka folur në shtyp disa herë që mendon që inflacioni do ishte shumë i ulët, po që do hiqnim impaktin e tarifave, dhe ndoshta kur të hiqen tarifat ose po hoqen tarifat, mund të ulet inflacioni te ajo shifër e 2% që kërkon Banka Qendrore Amerikane për të ulur normat e interesit pak më thellë, dhe u prit shumë pozitiv kjo nga tregu, sepse tani po mendohet që do ulen normat e interesit, kapital të lirë, bizneset, asetet me rrezik shikohet si më të pëlqyer nga tregtarët dhe investitorët. Kjo ishte surpriza, ky ishte lajmi që na duheshe për një start ndoshta të një Santa Claus rally që un kam diskutuar disa herë, edhe mendoj që mund të vi, po duhet shikojmë si do hyj vrulli dhe pse do hyj vrulli tani këtë javë që do vi. Ndoshta kemi ndonjë lajm tjetër që do na dali që të shtyp tregun për më lart. Lajmi që ishte pak e friksonte pak tregun dhe ndoshta nuk hyri me eufori tregu për të pozicionuar të njëjtën, ishte Banka Qendrore Japoneze, normat e interesit të vendosura po rritet tani te 0.75. Kjo lidhet me diçka që quhet carry trade. Kjo është tregtar, është kur tregtarët amerikan kanë ikur në Japoni dhe kanë marrë kapital me përqindje shumë të ulta, se ishte 0% interesi në Japoni, merrnin yen, konvertoheshin në dollar dhe tregtoheshin në asetet e rrezikshme si kriptot apo dhe aksionet, edhe ka pasur impakt 2-3 herë në këto 12 muaj të fundit. I pari rast ka qenë në gusht të vitit kaluar, ku pam një ulje të thellë, dhe pastaj më pas kemi pasur edhe raste të tjera që ka ndikuar të tregu. Dolën shumë në media sociale influencer dhe analistë që diskutoshin impaktin e këtij vendimi që ka qenë një ulje prej 20% të Bitcoinit çdo herë që ka dalur pak më i lartë interesi, por në këtë rast mendojna që është futur merren të çmimi, sepse është ulur kripto dhe tregu në përgjithësi përpara ngjarjes, përpara daljes të normave të interesit të Bankës Qendrore Japoneze. Këto ishin lajmet kryesore. Kuptoj që ka dhe lajme të tjerë që kanë dalur, ka folur dhe Trump të shtunën. Për mu, këto ishin lajmet kryesore dhe këtu janë përqendruar më shumë te BOJ dhe te inflacioni me punësimin amerikan. Këto ishin tre që unë po e lidhja dhe për të gjetur një moment kryesor për të pozicionuar në treg. Ka qenë një situatë shumë e paqëndrueshme, herë lart, herë poshtë, 3 ditë lart, 3 ditë poshtë, si në kripto dhe në aksione, por po më duket se u ka vendosur tregu tani dhe po duket java tjetër pozitiv. Ose po e pres pozitiv, po është për të parë si të në hapet hëna. Aktualisht na duhet një lëvizje ja 2-3 javë për lart, që të na japi një kthim të çmimeve mesatar të kripto dhe një kthim aty ku duhet të jetë, ndoshta
tregu aksioneve, edhe po që duan të bëjnë likuidime më të thella më vonë, mendoj që të ishte në interesin e institucioneve dhe të gjithë që të kishte një rritje këto 2-3 javë dhe pastaj në janar ndoshta ndonjë surprizë ose ndonjë event që mund të shkaktonte një shitje. Po mendoj ta lej me kaq segmentin e analizës fundamentale dhe me ngjarjet kryesore të javës. Këto ishin për mua më të rëndësishme dhe do t'i shpjegoj se si lidhen tani në segmentin tjetër të podcastit që është analiza teknikale e aksioneve, kriptos dhe madhërve. Tani do t'yete pjesa e analizës teknikale. Fillojmë me segmentin e aksioneve, me analizën teknikale të tregjeve të aksioneve. Fillojmë njëherë me indekset kryesore, kjo është mënyrë se si unë bëj analizën. Fillojmë me S&P, me Nasdaq, me Russell, me VIX-in dhe pastaj do mbulojmë dhe tregjet e tjera internacionale europiane. Këto janë 500 kompanit më të mëdha dhe kryesore të Amerikës, të renditur sipas market capit. Dhe unë kam vizatuar një skenar këtu që mund të jetë një skenar që paralizohet aktualisht, sepse unë kam vizatuar, mendoj që nga kjo periudha këtu në fillim ose në mes të ose në fund të nëntorit, edhe paralizohet. Ishte kjo rritje, pastaj ulja të kjo zonë për rindërtimi për një rritje për më lartë. Kjo quhet një distribution. E kam përmendur disa herë që ne mund të jemi në një distribution, një moment që ato që janë pozicionuar në fillim të prillit dhe kanë fituar paranë e vet, kanë filluar të dalin që në shtator ose dhe në tetor. Mund të themi që në tetor këtu, në fillim të në tetorit, kur bë ajo shitja madhe me lajmin e Trumpit që do rrisi tarifat kundër Kinës prap. Ishte një diskutim që bërë me Kinën dhe ai tha që do rrise tarifat. Që në atë moment kemi bërë lëvizje për poshtë, për lart, për poshtë, për lart dhe kur kapi mesataren të asaj periudhe është pak a shumë zona ku jemi ne tani, që është 6700. Dhe ka qenë një periudhë që ka qëndruar te kjo zonë mesatare për gati 2 muaj tani, mund ta shtyjmë dhe që në shtator që mund të jetë 2 muaj gjys, edhe mund të shkojë dot 3 muaj, është një periudhë shumë e gjatë. Edhe zakonisht to janë distribution, Wyckoff distribution, ndoshta mund të formohen ose thjesht një distribution. Unë nuk shikoj shumë a është Wyckoff, a është diçka tjetër. Duket vetëm çmimi që kur rrim brenda një zone, konsolidohet, dalin institucionet gradualisht. Kjo situata mund të jetë një rindërtim tani me një çmim më të lartë prap, një higher high, higher low këtu dhe ndoshta fillojmë të ndërtojmë strukturat për televizën të 7200, ishte perfekte tani që të fillonte me idenë që kemi lehtësim dhe pritje që do ulen normat e interesit në Amerikë. Nasdaqu pak ndryshe, por dhe Nasdaqu për i gjallë tani, sepse nuk ka bërë double top si S&P 500 që ka qenë testimi 2 herë të çmimi më i lartë historik të S&P-ja. Po vazhdon tani në këtë rritje, shikojmë tani sepse të premten ishte momenti, e endja premte ishin 2 ditë që filloi vala për lart pak me lehtësimin nga lajmet, është për të parë se si do na eci. Nuk shikoj ndonjë shumë interesante në këtë pjesë që t'jap ndonjë detaj këtu. Russell 2000 që kap small caps, kompanitë më të rrezikshme, duket perfekt për këtë vazhdimsinë për lart. Ka bërë valën e parë dipin, tani po mundohet që të bëj lëvizjen për lart. Kam diskutuar dhe javën e kaluar si ngulësi e artë, po që bëhet një treg që është më shumë rrezik marrës, merr më shumë rrezik përsipër duke investuar te kripto apo te aksionet më të rrezikshme si këto small caps. Ne
mund të pozicionohemi këtu ose të blejmë aksione individuale mrena indeksit. VIX-i që mbat volatilitetin dhe frikën në treg ka pasur një ulje shumë të mirë dhe të thellë. Mendoj që po që hymë nën 14.7 fillon me vërtet një lëvizje ose ribalancim në treg nga frik ose pak frik të neutral dhe ndoshta mund të shkojmë pak të grid ku tregu ka një farë euforie për të blerë dhe për të hyrë edhe të pozicionohet. Ajo do ishte ideale për ne tani që të fillon të një cikël i ri pozitiv me një val të mirë, trendi për lart, edhe këtë lloj mënyre traktoj ona duke kapur këto valet 3-4 herë në vit kryesore dhe për të përfituar nga këto val të rëndësishme afat mesme, jo day trading. Në përgjithësi duket tregu sikur po fillon tani këtë val që përmenda, su janë shenjat e para e vrullit, shenjat e para një vazhdimsi për më lartë. Thjesht do të presim hapjen të hënën, sepse e premte ishte ditë pozitive se u mollën gjithë lajmet, edhe mund të shikojmë ndoshta edhe lajmet si lidhen javën që do vi, po patëm ndonjë lajm të rëndësishëm. Nuk kemi ndonjë gjë shumë të rëndësishme tani se është edhe periudha e Krishtlindjeve, me sa di unë dhe India do jetë mbyllme, ndoshta dhe premte këtu, kështu që do kemi një periudhë vetëm 2 ditë tregtim, 2-3 ditë dhe pastaj kemi pushim tregu. Mendoj që mund të ringjallet tregu javën mbas asajt me minutat ose shënimet nga takimi i Bankës Qendrore Amerikane ku mori vendimet për normat e interesit. Dhe jetë interesant për të parë ku po anon votimi, po anon më shumë të uljet e normave akoma, apo po anon pak më shumë të mos uljet të normave, por mendoj me inflacionin, shive që ato kanë dhe detajet, besoj që do anon dhe më shumë të uljet dhe për muajin tjetër. Këto po do shikoj ona nga ana fundamentale dhe makros. Për portofolin tim të aksioneve mund të bëj një përmbledhje shumë shpejt se kemi gati 17, 2, 4, 6, 8, 10. Kemi 16, 15 aksione, por bleva këtë TMC prap, e kemi blerë një herë dhe bleva të premten, se kemi dhe të tjera që në ka hizur mirë këto, më mirë të më lojmë këto, më të rejat. TMC-ja, Patik Televizion fillestare këtu e kemi kapur dhe kemi përfituar një me, se kapa ngusht, me stop loss ngushtu, 1.7, kemi rizikuar 1%, kemi marrë 7% të portofoli në total akaunti jonë. Që të kishe për shumë $100,000 do rezikoje $1,000 për fituar $7,000 këtu, që është një profit shumë i mirë. Dhe kemi ripozicionuar veten tani, unë kam ripozicionuar veten dhe kam darë të Discordit, të komuniteti jonë, ku paka shumë të gjithë ndërtojmë portofol, nuk është thjesht day trade. Dhe ja ku jemi që tani jemi në një pozicion 1-2, kemi marrë dhe 2% të tjera nga kjo lëvizje që kemi hapur te portofoli jonë. Kemi blerë dhe CDN që ka të bëjë me metalet e çmura, sepse mendojmë që do vazhdojnë të ecin metalet e çmura, sidomos argjendi, edhe pse mund të kenë ndonjë dip të vogël, po duket shumë mirë si pozicionim dhe mund të ndoshta mbushet kjo zona këtu, po i shkon çmimi all time highs prap te goldi dhe të argjendi, duket mirë kjo lëvizje. Mund të marrim diku te 1.2, 1.3. Kemi të tjerë që na kanë ecur mirë, për shembull Tesla, që është aksioni që na ka performuar më mirë se sa të gjithë. Ja ku kemi këtu, kemi blerë të kjo zonë 1.4 deri tani.
dhe po duket se u ka akoma potencial për një lëvizje deri te 500 eca mendoj 520 ishte e mirë. Kemi dhe sa të tjera, plus kemi ca të tjerë që kemi hapur dhe janë pak a shumë pa aty ku janë, për të parë këto lloj informacione, sepse s'du ta zgjash shumë videon, mund të hyni te Discordi ose edhe te Telegrami, që është falas, dhe të shikoni provat dhe rezultatet. Por gjithashtu mund të shkoni te kanali im personal që në gjuhën anglisht që ndaj performancën time çdo javë dhe bëj një përmbledhje të lëvizjeve që unë kam bërë. Tjetër që do të muloja këtu, unë po shikoj aksionet si Alibaba, si Baidu, që më pëlqejnë shumë në formim dhe në mundësi, sepse i kam tregtuar disa herë këtë periudhë, në 12 deri te 16 muajt e fundit kam tregtuar disa herë këto aksione dhe më kanë ecur shumë mirë. Kemi dhe NIO që ka të bëjë me makinat elektrike, ato mjetet elektrik si Tesla. Të tjerët kemi DAX-in që mbas konsolidimit tani po fillon një trend, ka mbajtur këtë zonë shumë mirë, dhe po duket se u do të bëj tani një all time high tjetër. Kjo është tregu gjerman, po tregu kinez më pëlqen pak si më shumë për një pozicionim. Atëherë kaq ishte segmenti i aksioneve. Për ju që doni të filloni të tregtoni dhe doni të dini çfarë platforme unë përdor për të bërë këto analiza, ku unë bëj analizat e mira si teknikale, por dhe analiza financiare, ku shikojmë për shembull mund të shikojmë bizneset, segmentet financiare të bizneseve, mund të shikojmë analizat dhe parashikimet e analizëve për çdo biznes, për shembull këtu poshtë, çdo gjë që unë e bëj në TradingView. Për që doni të merrni një ofertë, keni një mundësi për të përdor kodin promovues që unë kam më poshtë të përshkrimi videos dhe të merrni një discount, një çmim më të lirë për muajin e parë. Është një mundësi e mirë. Gjithashtu ju sugjeroj të gjithëve që në periudhat festive zakonisht TradingView i jep oferta dhe ulje. Provojeni TradingView, është më vërtet një platformë jashtëzakonisht e mirë, unë bëj çdo gjë këtu. Gjithashtu mund të bëni dhe tregtimi këtu duke lidhur brokerin tuaj me TradingView. Unë e lidh IBKR-n që e kam si broker kryesor për aksionet, Binance-ën dhe disa broker të tjerë që unë përdor. I lidh të gjitha këtu dhe mund të lëviz nga një broker te një broker tjetër mrena disa sekonda të marr dhe të hap tregtime, të marr vendime, por dhe të hap tregtime, por dhe të mbyll tregtime. Kështu që ke shumë mundësi këtu për të treguar çdo gjë që ju bëni në tregtim, dhe për të analizuar çdo gjë në mënyrë perfekte, si fundamentale, por dhe teknikale dhe financiare për bizneset, kryesisht për bizneset financiare. Do filloj tani me segmentin e kriptos. Në kripto kemi pasur një situatë pak të vështirë, mendoj, për tregtarët, sepse në shumë për short kemi parë një support shumë të shpejt në Bitcoin, edhe po shikojmë një rezistencë në zonat 89.000 që unë kam përmendur disa herë të Telegrami falas, dhe prandaj ju sugjeroj të gjithë që të bëhen pjesë, sepse keni mundësi aty të më bëni pyetje gjatë javës për ndonjë gjë që ju doni të dini ose të mësoni ose të merrni mendimin tim për tregjet financiare. Këtu flasim për kripton, për aksione, për çdo gjë. Mulojmë tani Bitcoinin si kryesorin. Du të shikoj dhe dominancën e Bitcoinit dhe ca gjëra të tjera që mendoj që mund të jenë interesante për këtë moment që jemi. Edhe do flasim dhe për Ethereum. Për coinsa nuk ka ndonjë gjë gati, prandaj nuk do flas për ndonjë coin, altcoin që më pëlqen, po Uniswap ka qenë shumë e mirë dhe kam darë te Discordi, por
dhe të Telegrami, ku më ka pyetur një djalë, kam dhënë mendimet e mia dhe ai ka përfituar 490% aty dhe kemi edhe ka ndarë si screenshot me prova për komunitetin e Telegramit. Flasim për Bitcoinin. Rezistenca me këto vizat në rënje, me në kanaleve. Kemi tani skenarin që po formohet parafërsisht është një higher low, një çmim më të lartë, më të ulët, që është në nivel më të lartë, në një shkallë më lartë, edhe pse është i ulët, po bën shkallët higher high, higher low. Tani do të presim zonën 89 të thyhet, por unë personalisht kam zonën 91.4 si një moment që po ishte çmimi që ndron mbi atë zonë 91.4 për momentin, se varion, mund të ulet e zonë të bëhet në një pozicion pak më të ulët, ndoshta 90.6, prandaj duhet të jeni pjesë e komiteteve. Sot po që fillon vala dhe shtym për më lartë dhe mbyllet mbi 91.4, unë do shikoja një pozicion për të hapur long, sepse do thyeshe struktura, do thyeshe kanali. Kanali është trokitur shumë herë. Do të jap tani sa herë është trokitur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke pasur 11, 12, 13, 14, 15 herë. A do rezistoj akoma dhe do shtrym për 73, që po duket qartë që në çdo moment që shkon çmimi te 89, po e tregtojnë për short tregtarët dhe s'ka kërkesë për thyrje. A do thyet dera dhe do shkojmë mbi 91.4, mbyllim mbi atë zonë dhe pastaj do anojmë për një long deri te 101. Kjo është pyetja që unë kam. Unë personalisht nuk jam i pozicionuar në Bitcoin dhe po pres. Do të thotë që unë, kur nuk jam i pozicionuar, tregu po vazhdon të marrë vendimin dhe po lodhet një palë, po lodhen a bear a bull, dhe unë do marrë vendimin në thyen të strukturave kryesore. Kemi zonën 86.8 që po u thy, shkojmë prap short, aty. Shumë mundësi e mirë. Unë personalisht po shikoj më shumë te longu, sesa shorti. Shorti mund marrim 15-17%. Unë nuk kam qejf të tregtoj me leverage, tregtoj më shumë me spot, dhe kur pozicionohem te Bitcoin dhe te Ethereum, pozicionohem me shumë kapital serioz dhe mundohem që të kap anim të fuqishëm, jo thjesht të bëj tregtime afat shkurtër. S'më pëlqejnë shumë dhe po mundohem tani të pozicionohem te ana long dhe atë po pres. Edhe pse mund shkojmë këtu prap te double bottom, mund të rindërtohet dhe pozicionohemi prap te kjo zona 84-85. Njësoj është për mu, nuk ka rëndësi çfarë çmimi jemi, por sa përqind do bëjmë dhe sa është përfitimi kundër rreziku që unë kam marrë në këtë pozicion. Më duket okay Bitcoini për këtë gjë dhe për lëvizjen për long, por thjesht duhet të bëj veprimet e duhura dhe të kapi zonat e duhura që unë i përmenda pak më parë. Flasim tani për Ethereum. Për Ethereum e njëjta situatë, kemi support këtu poshtë te viza te kanali dhe kemi rezistencë këtu lart te këto zona. Kemi gjithashtu dhe një support këtu 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, 7, 8 herë te kjo zona 2.8 deri te 2.6. Po u thy zona e 3000, e 30, 3020 dhe pastaj zona e 3150, unë do shikoja një pozicion për long deri te 3700
më pas shikoja po që këtë ndërton një strukturë afatmesëm, serioze, për më lartë dhe të shtynte në një val pak më serioze, ndoshta te 4 mjeca. Apo këtë vendim kam marrë dhe këtu që ka supportet dhe duhet pres për ndonjë thyrje të këto dy zonat që përmendet 3050, 3150, shikojmë se si do reagohet ato zona për arsyet e mia dhe strategjisë time. Dhe shumë gjëra të tjera që unë analizoj. Këto gjëra i mësoni kur të hyni te Discordi dhe të keni mundësi që të shikoni çdo lëvizje që unë bëj me transparencë. Por kjo është situata, po e pres dhe po duroj, po menaxhoj situatat në përgjithësi duke qenë në cash 100% në kripto dhe i pozicionuar pak më agresiv të aksione për arsye që unë përmenda pak më parë te podcasti. Kjo është situata e kriptos, nuk kam ndonjë gjë tjetër për të thënë këtu, vetëm po pres këto zona që përmenda dhe po e lej me kaq. Flasim tani për tregun e madhrave, përfshim këtu dhe dollarin dhe metalet kryesore të çmuara si floriri dhe argjendi që kanë nisur shumë mirë, por dhe metalet e tjera që do t'i mulë. Atëherë filloj me analizën e madhrave dhe forexit. Filloj mirë me dollarin, sepse ka qenë shumë i rëndësishëm dollari për animin e tregut. Në datën 22-24 shtator filloi vala e rritjes të dollarit, sikur po jepte shenjat e para për një dalje nga tregtarët nga asetet më të rrezikshme dhe ajo ndodhi, patëm këtë val, pastaj ulja dhe thyrja këtu u duk si një ripozicionim të tregtarëve për long. Edhe po presim tani se si do reagoj te kjo zonë. Do presim si do reagoj dollari te kjo viza trade në rënje. Për më po u thy për lart, atëherë kemi pak pikpyetje për sa fuqishëm do eci tregu, sepse mund të krijojë një situatë që fuqizohet dollari dhe mund të jetë, le të themi, dalje nga asetet e rrezikshme si aksionet dhe shumë e rrallë. Për metalet, më lë mirë floririn dhe silver. Ke pasur një val të mirë që nga kjo zona 4100 që ne kemi kapur te Discordi. Unë ke tregtoj shpesh këto dhe mundohem të përqendrohem te aksione më shumë, por kam tregtuar dhe aksione që lidhen me metalet e çmuara si CDE-ja dhe WPM, që ishte një kompani për floriri, minjer floriri, dhe kanë ecur shumë mirë, po floriri veç ka ecur më shumë edhe më mirë, dhe kjo është situata që ne jemi këtu. Duket okej, duket se do të vazhdoj deri te 4500 për një higher high. Për momentin ashtu po duket çdo gjë pozitive dhe blerje agresive nga tregtarët, ndoshta për të krijuar, për të pasur më shumë siguri. Argjendi gjithashtu ka krijuar çmim historik më të lartë këtë javë dhe javën e kaluar, që në këtë thyrjen këtu të 24 nëntorit ka filluar këto val për lart dhe duket shumë mirë dhe nuk ka ndonjë shenjë ndopsie. Unë për vete do shikoja një short kur të bëhet gati. Kam tentuar 2 herë të hyja short këtu me accountin që tregtoj pak më afat shkurtër, dhe nuk ka hecur, ka qenë pak se po tregtoj kundër trendit dhe do pak, le të themi, lodhje më shumë tregu për lart. Bondi 10 vjeçar ka qenë diçka që unë kam përdor për të marrë ca vendime, atje të hymër më agresiv në treg apo të jem pak më mbrojtës kapitali. Head and Shoulders që ka krijuar këtu, koka dhe 2 shpatullat, ka dhënë probabilitet të lartë për një lëvizje deri te 4.3 dhe ka ulur
suksesin apo dëshirën për të bler asete më të rrezikshme si aksionet. Po duket sikur po thyu këtë zonë, shkon deri te 4.3 që det shumë i keq për tregun. Shikoj, unë po vede një alert të poshtë që ta kemi për ndonjë thyre për më poshtë dhe pastaj një ulje. Duket më shumë për një lëvizje për lart aktualisht tani dhe duhet këtë kam si kryesore për të shikuar situatën dhe a ja vlen që unë të marr rrezik më tepër, të pozicionon pak më agresiv në treg, a ja vlen që të hy në kripto dhe kështu me radhë. Këtë po përdor si orientim. Kemi edhe metalet e tjera, por metalet industriale si nickel, copper kanë filluar të ecin mirë. Nickel duket shumë mirë për një pozicionim afat mesëm për që doni. Unë personalisht mundom të përqendrohem te aksionet dhe të tregtoj ato. Nickel nuk është që më pëlqen personalisht të tregtoj dhe metalet në këtë mënyrë. Mundom vetëm floririn dhe argjendin. Kemi edhe naftën US Oil që përgjen një support prap të kjo zona 55 dhe du të shikojmë si do reagoj këtu. Mendoj thyrja e zonës 57.7 dhe të kthim trendi serios. Se ja shikoni këtu vizat e trendit për poshtë, shikoni që ka bërë ritestimin, po mundohet të shtrëngohet dhe po shtrëngohet shumë mirë për një shpërthim të regu. Shikojmë këtë zona për të një thyrje të mirë. Gazi natyral ka bërë valën e parë, një ulje, tani do shikojmë për një valë të dytë për më lartë. Por po më duket sikur do të balancohet tu dhe ndoshta edhe po ngrit pak, mund të ketë 4.6 ka 4, diku te 15% profit. Atëherë unë po mbyll me kaq podcastin. Shumë faleminderit që keni qenë deri tani dhe ju ftoj të gjithëve që të bëni pjesë e Discordit. Mënyra për të bërë pjesë është bëni pjesë e Telegramit që e keni më poshtë. Bëni pyetje ose më shkruani privat në komunitetin që është vetëm pyetje dhe përgjigje dhe analizimi editore në Telegram. Edhe antarësohuni dhe hapni procesin për të antarësuar te Discordi. Gjithashtu po pa ndonjë koment, lejeni një koment më poshtë për tregjet. Unë nuk mund t'i muloj të gjitha fatkeqësisht, sepse podcasti mund të bëhet edhe 5 orë. Jam munduar të përmbledh çdo gjë për ju. Dhe gjatë javës do të ndaj dhe sa gjëra të tjera në media sociale ku kam mundësi dhe shikoj diçka me vlerë. Gjithashtu na bëni subscribe, mos harroni të bëni subscribe sepse na ndihmoni për rritjen e kanalit, na bëni like në çdo video që shikoni, po që vlerësoni informacionet tona sepse na ndihmoni me algoritmet